deputet e lëvizjes vetëvendosje edhe protagonistë të saj të cilë të ushqen me dorën e vetë zoti Kurti, unë jam shumë i sigurt se as dritat kur bin me fjet nuk i fikin pa e pyet çka me bo. Kjo është agjentur për me i dëmtu shqiptarët. Agjentur e cila protagonist këto e disa shkaravina politike të cilat as ata si individ, as brezit tyne si ka dhëtë mira Kosovës e shqiptarëve, vazhdojnë me shkaravit shqiptarë. Ki profesor Samedin Ferën, ki profesor Elvis Hoxhën, që veç profesor nuk janë. Edhe ti Kosovën e shqiptaria... Këndo të histori interesante me ta, përsa ko që sot... Po në kam edhe histori interesante edhe... Po jo, po në kur që jam pajtu me ta? As njerë se jam pajtu me ta. Si në kur, se i kam posa dëmë shumë janë. Të më kam po logikën e ty nësa e dëmë shme është. Unë nuk du me shpalos letra, komunikime në ecën e lëvizjes vetëvendosje. Normalisht unë kam besu, kam dhënë sakrificë, kam jam angazhu shumë me prunë për shtet. Je prekur nga ajo që ka thënë nga mungesa njerëzillokut. Tyre në raport me gjithë ato çfarë kjo shkruar e bërë për të? Është komunitet i cili ideologët e vetëvendosjes. Jo, s'kan ta lidhje as me ideologji. Ta veç që njerëz dëmshëm. Edhe kjo është, ta s'kan as ideologji, bërë nuk kanë, ta janë edhe cekt, janë edhe të paaft, nuk kanë as filozofi politike. Po pikërisht... Se i mban Kurti për atë? Se Kurti ti, ashtu si që është edhe vetë, i duhen njerëz të pandershëm, njerëz që nuk e kanë problem me shpik, absolutisht. Njerëz që nuk kanë korrez, dignitetin e tyre e kanë nga plastika, njerëz të cilët brez pas brezi nuk i kanë shërby asgjë këtij veni, edhe ata cilët i ka aty edhe kanë brez të ndershëm që kanë dhënë sakrificë për si cilën etap e kohë kur shqiptarët kanë pas nevojë ka thënë korrez. Për kësaj qeverie, unë s'po du me kriju as frikë, as s'po du me... Po kjo është reagimi normal, na jemi prej mishit e prej trupit, nuk jemi prej hekujt e qelik. Për këta njerëz që kanë poste, që janë ofër Kurti, kanë me dalë historitë të trishta të ecjes së tyre politike, që kanë bëjë edhe me moralin, edhe me krimin, edhe me korrupsionin. Unë kisha pas shef me qenë deputet për mi thonë disa gjana, se aty ka në rëndësinë, furturën e kuvendit. Po jo që nuk do t'i vje momenti me thonë... Mase do t'gara njësërish nëse Kosova do t'bajt zgjedhje. Absolutisht Nëse Kosova mban zgjedhje, po shqiet që protesta po mban Tirana, jo Kosova. Unë 19 vite, ma dion për rezultoj vitin 2005, po prej vitit 2005, deri në 2024, janë 19 vite që unë i kam dhënë lëvizjes vetëvendosje sakrificën më të madhe. Nëse cilën me ta. Pa i marrë kur gjëmëta. Me thonë, kohën më të mirë timen. Edhe, deri sot i bëjën në 20 vite, nuk dëshpërohen për me investu në vetën temi, për deri sot kam investu në pjesën më të pandërgjeshme, pa meritore politike në këtë vend. Kam ngojt me bon deputet me Fail Bajqinovcin, pa korrez, edhe hiç mos i prejni këtu, kam qef me i dëgjuaj. Nuk frenë, shkon si... Absolutisht. Edhe do t'i Bajqinovci, po të ishte këtu nuk frenë. I pa dignitetshëm, i cili tash, për opinionin, nuk po du me përmen mediumin, ka kërcnu dhe në televizion, që unë kam marrë në studio, Dardani nuk banë me ardhë. Dhe me thonë edhe u detyru një ndër televizionet më të moja me anullu emisionin, jo vetëm aty. Si të shikojnë ata deputetët aty? Unë kisha po qef mu përbol me ta në kuvend, me Sali Zybën, me kësi shkaravina që rajnë që kanë qenë luftë shërimtarës. Hiç s'kanë qenë, absolutisht. Dhe me thonë, e ka zonë atje një fotografi të hypë autobusit në dërs, e i thojnë luftën shërimtarë, edhe me Shqipe Selimin, bashkëzetarën teme, cilat e të ka me sos opozitën, edhe me Mulla Osmanin, i cilë e fynë figurën e Skënderbeut. E qunë Gjergjin si nuk është heroi shqiptarëve se ka luftu këtë atë. Edhe me Sicilin atë, edhe me Zotin Kurti, edhe me Zotin Dehari, me i tregu... Nuk të rrigjeni, nuk jeni të molisur. Absolutisht, unë kam shumë pasion edhe shumë dinamizëm jetën teme dhe nuk e kam menën me udërzu. Absolutisht. Basë zgjedhjet do t'i mbajë Kosova sërish nëse nuk ka vullnet shpejt Kurti
ndaj pushtetin me tjerët me temin e presidentit. Unë uroj mos shkojmë zgjedhje, po të krijojnë institucionet. Madje unë e kuptoj që është e vështirë me marrë kësi vendime partitë politike, po unë ju kisha bë thirrje gjithë liderëve opozitarë që dhe ta zgjedhin president edhe këndojnë, zoti Kurti. Tash, a e përgjithë që u lodh opozita, Jo. a u lodh populli? Është me leta thonë.